Faleminderit Elbasani, faleminderit ju zonjave, faleminderit ju grave. Në fakt, pak përpara ndërsa isha aty poshtë me zonjat të tjera, po mendoja, ky pallat as në ndeshjet e Kupës së Republikës apo të kampionateve, të finaleve të kampionateve, nuk ka qenë kaq plot sa që është sot vetëm e gra. Edhe unë nuk e fsheh, që i gjithë kjo me jep një emocion të jashtëzakonshëm. Nuk është se unë nuk jam mësu me takime, me mitingje, në gjithë Shqipërinë, në çdo vend, në çdo cep, në çdo fshat, në çdo komunë, në çdo qytet. Po kjo pjesëmarrje, kjo sallë, ky pallat, vetëm me zonja, vetëm me nëna, vetëm me motra, me gratë bukura, me vajza të reja, me studente, patyshim që është më i bukuri, më i mrekullueshmi, më i jashtëzakonshmi. Dhe unë besoj se si gru, si nën, nuk kam gabu fare. Që të 2 vjet, nuk rreshti dhe nuk do të rreshti një herë. Së takuari me gra, së bizeduari me zonja, inkurajimi çdo nënë, çdo vajze e para, sepse unë gjithmonë mendoj dhe si unë Cecilia Priush. Jeta jonë është shumë ndryshe prej nënave tona, të cilat kanë sakrifikuar shumë jetën e tyre. Ajo që ne sot kërkojmë është që vajzat tona të kenë një jetë shumë të bukur se nënat e tyre. Në të gjitha këto udhëtime e mënyrë të veçantë, në udhëtimin e jashtëzakonshëm që Shqipëria ka bërë gjatë këtyre 18 viteve, padyshim, merita kryesore, çmimi kryesor, është ai i nënave. E them këtë, sepse që të ndërtosh një kombë, duhet të ndërtosh një familje. Që të ndërtosh një vend, duhet të kesh një familje të fortë. Që të kesh një familje të fortë, duhet të kesh një shtyllë në shtëpi. Dhe që të kesh një shtyllë fëmijë, do thotë të kesh nënën, të kesh gruan. Nëna, gruaja, është princesha, është dashuria, është mretnesha për secilin prej fëmijëve tonë. Të gjitha ne kemi fëmijë. Nuk ka një nën që nuk ka dëgjuar nga goja fëmijës ti se ti je nëna më e bukur në botë. Unë e ndjej, unë e shoh, unë e prek. Ndryshe nga burrat, gratë shohin përmes zemrës. Dhe kjo është njerëzore, dhe kjo është humane, sepse ajo i bën ato që të kujtohen edhe për ato që kanë nevojë. I bën ato që ata të kujtohen për ato që janë më të marginalizuara. I bën ato që të mendojnë edhe për ato gra që shpesh herë psojnë dhunën në familje. I bën të mendojnë edhe për ato gra që janë të vetme, që kanë bashkort në emigracion, që kanë pas fatkeqësi dhe janë të divorcuara dhe janë të detyruar që të rrisin vetë fëmijët e tyre. Imagjinoni ç'do të thotë një grua e vetme me rrit fëmijë, me ushqy, me mendu për shtetin, me mendu për librin, me mendu për shkollën, me mendu që të mos gabojnë, me mendu që kur të gabojnë ta korrigjojnë, ta inkurajojnë çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, në që jeta fëmijës saj të jetë e bukur, të ketë të ardhme, të ketë shpresë. Dhe duke mendu kështu për fëmijën e saj, ajo në fakt ka mendu për vendin e saj, ka mendu për kombin e saj. Unë gjithmonë kam besu, duke qenë ne të gjitha së bashku, ne do bëjmë të mundur që t'i japim za atyre grave që s'kan mundësi të flasin, kur dhuna në familje ushtrohet brenda mureve të shtëpisë dhe s'ka zë për te këtyre mureve. Duke qenë bashkë, mund t'i themi atyre burrave që kanë kurajo të ushtrojnë dhunë, ju jeni vetëm frigacak. Ata burë që ushtrojnë dhunë migrat, janë vetëm frigacak. Ato burra që nuk sillen mirë me fëmijë, janë vetëm frigacak. Në fakt, s'ka gjë më të rëndë, dhe më mirë se ne nuk e din kërkush tjetër, se çfarë dhimbjet është në shpirtin e fëmijës, se çfarë gjurmët lën në gjithë jetën e tij, kur e shef se babai sillet jo mirë, ma që është drita syri ti.
ma që është mbështetja, ma që është angel i që i rrinë gjithmonë pas. Nëna e ti, ndaj dhe ne, kemi për detyrë, se pari të sensibilizojmë, se dyti të mbështesim. Unë ja them, ku do ku shkoj, ku do ku jam, me cilin do zojnë, qëfar do arsimimi që të ketë, qëfar do prejardhje që të ketë, qëfar do pozicioni që të ketë. Unë dua, naturisht bashkë me ju, nuk e bëj kur vetëm, që t'ju mbështes, sa herë të keni halë, që t'ju mbështes, sa herë keni nevoj, që të bëhem avokatja juj, sa herë që kjo t'ju duhet. Dhe besoj se duke patur mundësin për qenë në parlament, hapa të tjera do të bëjmë. Për herë ka mënu, ne bajmë bilancin e këtyre 4 viteve dhe me të drejtë thona, si shtojnë të gjithë, në fakt edhe socialistët, Shqipëria po ndryshon, sepse ka ndryshu, në fakt ka ndryshu, atë e shofim kur ecim rrugës, atë e shofim kur qojmë fëmijë në shkollë, atë e shofim tek pensionisti, tek vjerra, tek vjerri që kemi në shtëpi, atë e shofim në fshat, atë e shofim të bujqësia, atë e shofim të turizmi, por kur mendoj se cila do ishte gjëja më rëndësishme në 4 vite të ardhshme, personalisht unë kam bindje në thellë se ne duhet vështojmë fort, me këmbgulje të madhe, t'i japim rëndësi dimensionit social. Dhe me këtë çfarë dua të them, qofse gjatë 4 viteve të para, ne nxorëm nga varfëria gjysmën e atyre që ishin nën $2 në jetesën e tyre, unë mendoj se detyrimi jonë është për të vazhduar këtë rrugë, për të rishpërndar pasurinë e kombit tonë, tek ato që ka nevojë, tek ato që janë në hall, tek ato që s'kan, tek ato që janë të smur, tek ato që janë invalid, tek ato që janë jetim, tek ato që janë pa mbrojtje. Po të lexosh librat e shejt thonë se drejtësia një kombi ndjehet, shihet dhe peshohet në varësi se sa ky komb i drejtohet dhe fokuson mendjen tek ai që ka më nevojë, tek ai që është më i varfër. Dhe unë mendoj se ne shqiptarët nuk kemi gjë më të shtrenjtë se sa. 2 gjëra kena shumë të rëndësishme ne. Përveç harmonisë fetare që është gjë më e jashtëzakonshme, është një model që duhet t'ja tregojmë edhe të tjerëve se si funksionon këtu në Shqipëri. Por ajo që unë kur mendoj çfarë kemi ndryshe nga vendet e tjera, e para është arsimimi. Në familje të ndryshme mund të ketë probleme, mund të ketë nevojë për më shumë të ardhura, por çdo prind, pavarësisht nga mundësitë që ka, çdo lek që ka, çdo mundësi që ka, ai e investon vetëm tek shkolla dhe arsimimi i fëmijëve të tij dhe kjo është një mrekulli. Kjo është një mrekulli. E dyta, çfarë kemi ne shqiptar? Ne familjen e ne kemi të shtrejtë. Ne familjen e kemi gjën më të shenjtë. Dhe ndaj ne si kërkojmë asgjë tjetër burrave, vetëm që të duan nënat e fëmijëve tyre. Vetëm të respektojnë nënat e fëmijëve tyre. Ne jemi një kom që kemi familje të fortë,